Bismillahirrahmanirrahim. Nga Abdullah ibn Amr al-Asi radiallahu anhu transmetohet se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: Namazi më i dashur për Allahun është namazi Davudit alayhi salam. Agjerimi më i dashur për Allahun është agjerimi Davudit alayhi salam. Ai flinte gjysmën natë, një të tretën e kalonte në namaz, pastaj prap flinte një të gjashtën. Ai një ditë agjeronte, një ditë hante. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Kemi të sipër me parë se toleranca dhe mirëqenia njerëzore të kësaj feje, të këtij besimi. Nga se ai që ka krijuar dy krijesat më të rëndësishme, njerëzit dhe xhenet, i urdhëroi ata të bëjnë veprat e mira dhe i ndaloi nga të këqijat. U lejoi të mirat dhe u ndaloi të këqijat, duke i liruar nga barrët e rënda dhe vështirësitë. Agjerimi më i dashur për Muhamedit alayhis salam, paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi të, me të cilin ka mundësi që të adhurohet Allahu i lartësuar, është agjerimi i Davudit alayhis salam, i cili agjeronte një ditë dhe pushonte ditën tjetër, e kështu vazhdoi tërë jetën e tij. Ai flinte gjysmën natë, një të tretën e kalonte në namaz, pastaj prap flinte një të gjashtën e fundit të natës, në mënyrë që të zgjohej i shlodhur për të rifilluar adhurimin e Allahut me vullnet në fillim të ditës. Kjo është metoda më e mirë e adhurimit, për të cilën na ka rekomanduar besimi. Agjerimi një ditë po e një ditë jo është agjerimi më i vlefshëm dhe më me vlerë se sa agjerimi i tërë kohës. Fjetja gjysmën e natës, pastaj falja namaz një të tretën e natës e pastaj prap fjetja një të gjashtën është namazi më i vlefshëm i natës. Për arsye se trupi ka mundësi të pushojë mirë, e pastaj të zgjohet në kohë kur zbret Allahu në qiellin e dunjas. E pastaj përsëri të flejë një të gjashtën në mënyrë që të zgjohet më i disponuar për të falur namazin e sabah, si dhe për të bërë dhikrin pas namazit. Adhurimi më i mirë është ai adhurim i vazhdueshëm, jo i tepruar dhe jo i mundimshëm, që nuk neglizhohet e nuk lihet pas dore. Muhamedi alayhis salam ka thënë: Dije se ke hak ndaj Zotit tënd, ke hak ndaj vetes tënde, ke hak ndaj familjes tënde dhe jepja secilit hakun që meriton. Dietari Ibn Taymija thotë: Shariati është afirmues i drejtësisë në të gjitha porët e jetës. Adhurimi i tepërt është prej padrejtësisë që robi i ngarkon vetes së tij, prej së cilës ka ndaluar Allahu i lartësuar. Pasi jemi të urdhëruar për ndjekjen programit mesatar në adhurimin e Allahut të lartësuar. Për këtë arsye, shariati ka rekomanduar shpejtimin e iftarit dhe vënimin e syfyrit, si dhe ka ndaluar lidhjen e agjerimit. Prandaj ndjekja e metodës mesatare në adhurim është prej qëllimeve kryesore të shariatit. Kurse tëra ajo që është legjitimuar me Kur'an e Sunet është përpiluar në metodën më të dobishme mesatare, që është prej adhurimeve më të mira e më të çmuara. Adhurimet ndaj Allahut të lartësuar janë të shumta, prandaj rekomandohet që të mos kalojmë në ekstrem në ndonjërin prej tyre, e të neglizhojmë të tjerat, por që të ndjekim metodën më të mirë në praktikimin e të gjithave në mënyrë mesatare, sipas udhëzimit të pejgamberit. Po ashtu traditat e mira si sjellja mirë me familje, vizita vëllezërve besimtar, kërkimi i furnizimit, biseda me fëmijët, gjumi, bamirësia ndaj të tjerëve. Për të gjitha këto do të kesh problem nëse bëhet njëti si adhurime për të afruar tek Allahu i lartësuar me ta. Se kështu të gjitha këto tradita ndërrohen me një jetë në adhurime. Shpërblimi i Allahut për adhurimet që na mundson janë të shumta e të lloj-llojshme.